Të nërmiq, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, erdhi momenti të jemi sërish së bashku dhe sot do të kemi kënaqësinë që të kemi sërish të Hoxhën nderor Hoxha Ahmet Kalaj. Hoxhë, mirë se vini. Mirë se gjithë. Hoxhë, do të flasim sot për vlerësimin e shpirtit dhe të zemrës dhe ku më mirë se sa në këtë muaj mund të flasim për ato virtyte që ky muaj kultivon brenda shpirtit të njeriu. Pra nuk do të flasim për ato që kemi në tryeza, për ato që kemi në zemër dhe në shpirt, ku Islamin veçanti, Ramazanin përgjithësi i vendos një theks të veçantë. Një prej terminologjive që përmendet është gafleti ose shkujdesja. Si na këndell ky muaj, si na vetëdijson ky muaj për atë se kush jemi, pse jemi dhe cili është qëllimi final i ekzistencës tonë. Normalisht që në momentin më të parë që ne jemi në raport me krijuesin, humbet shkujdesja ose humbet hutia. Mirë po njeriu në natyrën e tij është krijuar i atill që angazhohet me çdo gjë. Për këtë arsye vjen feja dhe besimi që njeriu ta orientojë gjithmonë dhe ta kthejë gjithmonë tek linja e duhur. Ndryshe nga krijesat e tjera, ndryshe nga gjallësat e tjera, të cilat janë, domethënë, të inspiruara dhe kanë intuitën e të bërit asaj që duhet bëjnë, pa pas nevojë për një edukator të mëhershëm apo një cikël instinktesh të paracaktuar dhe fikse. Njeriu e ka të nevojshme që të përkujtohet vazhdimisht. Për këtë arsye, domethënë, Zoti kur flet për Kur'anin, një nga emrat e bukur që ka Kur'ani është përkujtuesi. Një nga emrat e profetit alayhis salam është përkujtuesi. Ne e zbritëm këtë libër si një përkujtim për ty. Përkujto sepse përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Do të përkujtohen besimtarët e vërtet. Pra, ideja që njeriu, domethënë, është e ka të ndjesinë e humbjes së orientimit është normalitet. Për këtë arsye vjen feja dhe besimi që njeriu të jetë gjithmonë në linjë. Normalisht që kjo vjet re në të gjitha adhurimet e Islamit, që njeriu të orientohet. Për shembull, le të themi falja e 5 vakteve. Një nga mësimet më të rëndësishme që na japin falja e 5 vakte, përveç faktit që kënaqet Zoti, përveç faktit që do të jetë pyetja e parë, është orientimi i kohës. Ti je gjithmonë i lidhur me faktin që koha po të ecën. Për këtë arsye adhuron Zotin vazhdimisht dhe kthehesh gjithmonë në linjë. Edhe adhurimi i agjërimit, duke qenë se është një adhurim që synon për sosjen e shpirtit, që do të thënë edukon tek njeriu sinqeritetin. Është një raport sekret mes njeriu dhe Zotit. Edukon tek njeriu dashurinë për Zotin, se në fund fare unë nëse e bëj një adhurim pa dashurinë nuk ka vlerë. Edukon tek njeriu ndjesinë e frikë respektit ndaj Zotit, sepse unë duhet i përmbaj me shumë korrektesë normave të agjërimit, sepse për diçka mund ta prish ose për diçka mund me iki mundi i agjërimit bosh. Zgjon tek njeriu, si më thon, atë ndjesinë e sigurisë. Pra, unë kam bëmi një Zot me cilin kam raport, sigurie, agjëroj më jep xhenetin, agjëroj shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Pra një lloj sigurie dhe të gjitha këto le të themi quhen veprimet e zemrës. Mbështetja në Zot. Unë agjëroj dhe i mbështetem Zotit, pra nuk kam merak se do të ndjehem keq, do të mbjerit fikt. Jo, jam mbështet Zotit, ma bën Zoti. Jam shpresë plot, jam mendim mirë. Shpresa. Pra unë në momentin që agjëroj kam ca garanci nga Zoti. Pra janë disa gjëra që kanë bën me zemrën në adhurimin e agjërimit. Kjo është njëra pjesë. Shpërblimi është pjesa tjetër. Falja e mëkateve është pjesa tjetër. Ne do të rrim te kjo jote që theti zgjimi i njeriu nga hutia, nga shkujdesja, që do të thotë ti çdo ditë duhet të çohesh në syfyr. Dhe di pse çohesh. Dhe di pse çohesh dhe ti, domethënë i orientuar. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam, çohuni për syfyr, hani syfyr, sepse është kohë e bekuar. Okej, kohë e bekuar është gjë tjetër, po ka edhe faktorin që ti me bismillah, me vetdijet, qartë. Po mirë, tha profeti i Zotit, nëse dikush nuk ka oreks, le t'i fusi një gotë ujë. E rëndësishme të arrijë bekimin e kohës së syfyrit. Pra, ty ai të orienton që ti jesh i vetëdijshëm për atë që po bën dhe këtë e ke çdo ditë në të njëjtin orar ti zgjohesh. Vim te koha e iftarit. Ti nuk mund ta çelësh kur do ti. Për shembull, thot dikush, "Gjë, disi është puna, unë jam lodh sot, e po e çel në drek." Ose nuk jam fort mja, mund ta çel çik më herët ose pak, jo, duhet të jesh shumë preciz. Pra vjen ezani akşamit, thua tashmë e ka lejuar Zoti. Patjetër kur hyn koha e akşamit, ti duhet ta çelësh as përpara, as preciziteti.
ose korrektësia. Pra është një le të themi nga synimet. Mirë, po kjo çfarë bën tek njeriu faktikisht? Kjo ushqen tek njeriu në subkonsciencën e tij korrektesën dhe orientimin. Vim pastaj për shembull tek namazi i teravive. Namazi i teravive ka një rregull të caktuar. Duhet vish në një kohë të caktuar. Ti nuk mund vish për shembull namaz teravie në 12 natës në xhami. Pse? Sepse ajo ka kohën e vet, nuk mund të jetë jashtë standardit dhe jashtë kohës vet. Pra në përgjithësi, të gjitha adhurimet zgjojnë tek njeriu atë ndjesinë e kujdesit, vigjilencës, sepse në fund fare rubbe kelimetin, ka një fjalë shumë bukur profeti Alisam që thotë, ore ndoshta thot për një gjys fjale, për i çerek fjale, njeriu e humb, njeriu del nga rruga, njeriu fiton xhenetin. Për i çerek fjale që nuk i kushton rëndësi, mirë po është kënaqësia e Zotit aty. Pra, ideja e vigjilencës për këtë arsye në Islam, të gjitha adhurimet kanë një kusht të padiskutueshëm. Kushti i padiskutueshëm i të gjitha adhurimeve është vigjilenca dhe vetdia dhe konscienca e njeriut se çfarë po bën. Ose e thënë gjuhën islame niyeti. Niyeti do të thotë ti je konscient se çfarë po bën. Për këtë arsye domethënë jo vetëm agjërimi i Ramazanit, por në përgjithësi, do jap shembull shumë të thjeshtë për abdesin. Ne kur marrim abdes përveç se faktit lahen gjunahet, bin gjunahet e tjerë. Çfarë ndodh faktikisht me duart dhe me këmbët, çfarë ndodh me syt dhe çfarë ndodh me veshët, kemi një lloj, le të themi një lloj rizimit njeriu, pra zimi i konsciencës së tij se çfarë po bën. Thirrja e azanit mund të shërbësh shumë mirë edhe me zot ulët. Thirrja e azanit me zot ulët nga xhamia, jo me zot lart që njeriu të përqendrohet, që njeriu të rizgjohet edhe një herë, edhe nëse është i udhëtuar apo nuk e ka mendjen, ka diçka. Pra nga një qenie instinktive kthehet në një qenie me qëllimshmëri, me vizion të qartë dhe me vetdije se kush është dhe drejt cilit destinacion është duke shkuar. Ndërkohë njeriu është një qenie shumë e brisht, pa një gotë ujë, pa një vakt ushqimi, pa një kohë pushimi dhe gjumi, është e pamundur që të vazhdoj aktivitetin e tij. Vjen Ramazani dhe na e dëshmon këtë konkretisht. Dhe pikërisht egoja, mendjemallësia është një prej sëmundjeve që urrehet dhe duhet të shërohet në një farë mënyrë. Si ta luftojmë egon në këtë ditë? Njeriu është krijesë interesante shumë, është shumë kompleks si krijesë, po është edhe shumë një mrekulli, si më thënë, me pafundësi labirinthesh. Edhe për këtë arsye Zoti tha në Kur'an, më mirë se Zoti s'ka gjë që e njeh njeriu. Dhe një nga problemet e dobësisë që ka njeriu, që na ka njoftuar po vetë Zoti në Kur'an, është fakti që njeriu ka ego, pra në natyrën e tij. Për këtë arsye vjen feja dhe besimi për ta thyer egon e njeriu, për të kuptuar dhe për të ditur se ka diçka më superiore se ai, edhe ndër krijesat e tij. Pra, është e pamundur gjesh një njeri i cili është, si më thon, fundi, përveç profetëve flasim që profetët janë fundi i dijes, ua ka dhënë Zoti dijen, fundi i perfeksionit njerëzor, ua ka dhënë. Pjesa tjetër pastaj janë të gjithë janë, le të themi, të gabueshëm, të gjithë janë fajtor, të gjithë nuk i shpëtojnë dot kësaj pjesës së mëkatit. Po në njerë krijojnë pozita dhe pushtet që duket vetë e vetë mjaftueshme. Madje edhe njerëzit e tjerë ju duken si me vlerë më të pakët se kalon në superioritet, i duket vetë më i lartë. Për këtë arsye pra vjen feja dhe besimi, të gjithë do ta çelim bashkë, të gjithë do ta nisim bashkë, të gjithë do ta festojmë bashkë, të gjithë do të rreshtohemi në saf bashkë. Ora jemi të gjithë njësoj. Nuk mund të jesh ti më i mirë se sa unë tek Zoti, sepse je me post, as se je me pasuri, as se je X rac apo X apo Y nacionalitet apo ngjyrë kështu me radhë. Jemi të gjithë njësoj. Pra e thyn. Pra pjesa e rikthimit njeriu në mesazhin e tij kryesor dhe pjesa e lënies njeriu në atë pozicion dhe në atë shkallë që i ka fal Zoti i Madh. Njeriu është i çuditshëm, për këtë arsye thash, është labirint çudish njeriu, sepse njeriu vjen një moment që i duket se s'ka nevojë më as për Zotin. I duket për shkak paras ose për shkak pushtetit, domethënë i duket se edhe, domethënë i ka dalë edhe Zoti nga kontrolli. Dhe argumenti më i fundit ishte ajo që ne pam në ishullin Epstein. Pra një grup njerëzish, të cilët menduan se edhe Zoti t'ia hedhin. Menduan se edhe Zoti s'ka çu bëj më, e bëjnë ata çfarë të duan ata mbi njerëzit, mbi krijesat e Zotit, mbi foshtit apo mbi fëmijët. Dhe par nga jashtë arroganca shumë e shëmtuar,
edhe është si ai mbreti që është lakuriq pas kush nuk guxon t'ia thot, po vjen një moment që do duket. Po. Kështu që domethënë Islami këtë gjë domethënë e ka luftuar qysh në thelb. Për këtë arsye profeti alayhis salam u ndodhi një situatë shumë interesante. Tha që domethënë të mbajturit me të lartë ose me nemësinë, arrogancën, Zoti nuk e don. Që ti domethënë ta mbash veten më shumë se ç'je. Dikush me të drejtë i tha o profeti i Zotit, dikush do të vishet bukur, dikush do të ketë puste mira, dikush do të ketë parfumin më të mirë. Çfarë tha profeti alayhis salam? Jo, tha Zoti është i bukur dhe do të bukurën. Mendjemësia dhe arroganca është atëherë kur njeriu refuzon vërtetën ose nënçmon njerëzit, përçmon njerëzit. Ky është përkufizimi i asaj. Pra këto janë dy rrafshet, shpesh nënçmimi të vërtetës, i shpalljes, i fjalëve të Zotit, i revelatës, edhe i të vërtetave toksore. Ka njerëz që pranojnë vërtetën kur vjen prej X-it për shembull, se nuk është ai burimi i të vërtetës. A nuk ndodh për shembull herë mas here kur ka një të vërtetë, një X forcë politike, forca tjetër e kundërshton vetëm se erdhi kjo e vërtetë nga kjo palë politike. Përndryshe do të ishin ata të parët ndoshta që ta mbronin fuqishëm këtë të vërtetë. Kjo është arrogancë, kjo është ajo që quhet mendjelartësia. Atëherë kur njeriu, domethënë, mendon se ai është burimi i vetëm i thënieve të vërtetave. Për këtë arsye, e ke në Kur'an kur thanë ata, le të themi, paria kurejshite, po të ishte Kur'ani i vërtet, nuk do të kishin besuar ata përpara nesh. Pra, domethënë, një arsye shumë e fortë që njeriu domethënë të mohojë edhe vërtetën, edhe pse është përballë vërtetës. Ose rasti tjetër, o Muhammed, i thanë sallallahu alaihi wasallam, largo ata robërit dhe sklevrit, ata shërbëtorë që të rrethojnë për ditë, dhe ne do të jemi ata që do të jemi pranë teje dhe do të mbështesim. Çfarë i tha Zoti? Mos i largo ato nga vetja jote, o Muhammed. Mirë, po kjo do sjellje faktikisht e ka përmend Zoti dhe për profetët e tjerë. Të njëjtën gjë kanë thënë dhe Nuhut, të njëjtën gjë kanë thënë edhe Shuaibit alayhis salatu selam. Të njëjtën gjë, ty të ndjekin vetëm ata, ty të ndjekin masa, ty të ndjekin shtresa më kot e shoqërisë. Për këtë arsye edhe ne, pra ka njerëz që besojnë, domethënë ka arrit, le të themi, arroganca atyre deri në atë shkallë që po nuk janë ata burimi i thënies së gjës s'ka të vërtet. Po nuk qenë në radhët e tyre, çdo kush është i pavlerë e kështu me radhë. Ndërkohë që Islami domethënë është kundër kësaj gjë që është në thelb dhe le të themi Bilal Habeshiu, Suhejb Romiu, Selman Farisiu, të gjithë le të mbiemra të njerëzve që nuk ishin aristokrat, as familjet e fuqishme të Mekës. Ishin njerëz persiani, bizantini, abisinasi e kështu me radhë. Pra që do të thotë tek Zoti nuk shkon njeriu me gjë tjetër dhe me arsye tjetër vetëm se nëpërmjet një zemre e cila vërtetohet nga veprat dhe nga sjelljet. O ju njerëz, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, ju kemi bërë raca dhe popull në mënyrë që të dini si të prezantoheni me njëri tjetrin. Ama dijeni se më i mirit e Zotit dhe më i vlerësuarit e Zotit është ai i cili është më i përkushtuar ndaj tij, më i devotshëm ose më korrektin që ta shprehim në gjuhë më bashkëkohore. Pra kjo është gara e vërtet, gara e vlerave dhe virtyteve dhe jo e pasurisë dhe origjinës. Islam e ke Ramazanin që rrotullohet në 12 muajt e vitit se s'ka racë më të privilegjuar. Për këtë arsye ke haxhin që të gjithë vishën njësoj, që mos dallohet i pasuri nga i varfëri. Për këtë arsye ke namazin, mund vi dikush që s'ka lidhje fare falet mas imamit ose bëhet dhe imam, dhe dikush mund të jetë president apo mund të jetë një grad shumë të lartë, po do të falet mbas tij sepse nuk din më shumë Kur'an se sa ai tjetri. Pra Zoti i Madh domethënë nuk i vlerëson njerëzit për shkak të kësaj dynjaje se kanë apo nuk kanë. Për këtë arsye ta profeti alayhis salam, kjo botë nuk është argument. Por kujt i jep Zoti besimin dhe kujt i jep besimin se ka botë tjetër mbas kësaj, ky është argument se Zoti ka vlerësuar. Pra këtu është hierarkia e vlerave, siç tham, dhe jo e pasurisë. Do të kërkoj përvojë personale, kam qenë me një grup të rinj dhe na ndodhi që të faleshim tek një prej xhamit në periferi, e cila është ndërtuar nga një prej biznesmenëve më të mëdhenj shqiptar, një xhami shumë e bukur, shumë madhështore, po me modestin pronari i saj gjithmonë sill aty si një prej besimtarëve dhe xhamatlive. Na ndodhi që ishim pak më herët në xhami dhe ndërtuesi i saj, një prej emrave më të njohur publik dhe një prej biznesmenëve më të suksesshëm,
erdhi dhe u fal pas nesh. Këta djemë të rinj nuk e njihnin, gjenerat që nuk është interesuar shumë për emrat e tillë, dhe mbas namazit u shpërndam. I thash, është i vetmi rast kur mund të ndodhë që njeriu më i pasur në Shqipëri rreshtohet mbas çunave të ri, ose kalamajve, le të themi në krahasim. Dhe këtu të dy kategorinë tashin shumë të relaksuara, edhe ai nuk ndjej në siklet që ishte në rresht të dytë, po dhe ju nuk ishte asnjë kompleks pse mbrapa është ai që në fundit e ka ndërtuar, pra në thonjë zash pronari Për gjë më interesante që tregohet në historinë islame, që përmendet një ngjarje, po përmend unë një, domethënë 6 persona janë futur me profetin Alaihissalam kur ka hap Qabën, një nga ata ka qenë Bilali radhiyallahu anhu. I cili ka qenë sklavi që e blej Abu Bekri që kishte atë gurin gjoks që thoshte vetëm një Zot, vetëm një Zot. Për ta ngritur, po themi, atë që bota e ka nënçmuar në këtë nivel. Edhe është i vetmi person që është ngjit mbi Qabe për të thirrë ezan. Domethënë komplet standarde të tjera në vlerësimin e njeriu, gjë që jo do të thoshti për shembull, po pse Bilali o zotni, jenë gjithë njësoj këtu. Domethënë këtu mund të futen garë të gjithë dhe nuk ka dallim, nuk ka prioritet. Për këtë arsye, dietarët më të mëdhenj të Islamit që kanë lënë gjurmë dhe që ndiqen sot nga gjithë bota islame janë jo arab. Për shembull, ndërta përmendim Ebu Hanifen, Pers, Buhariu nga Azerbajxhanës, muslimi e kështu me radhë Tirmidhiu. Pra as arabët nuk janë të privilegjuar në fen islame, edhe pse Kurani është arabisht, përsërisht nuk janë ata të privilegjuar. Ndërkohë, lakmia është një prej sëmundjeve, një prej problemeve ku nuk kemi tashmë individ, po kemi civilizime që lakmojnë, të zotërojnë dhe atë të cilën nuk do ta përdorin. Sidomos në këtë kohë kur krahasueshmëria, kur shikimi, pra është një garë absurde shpesh her pas here. Rrjetet sociale bëjnë të veten, pasi çdo, po themi, çdo pasuri, çdo qef, çdo luks reklamohet me minutën e parë. Si na ruan, po themi, Ramazani, si na ruan kuptimi drejt i fesë në raport me lakmin, pasi në natyrë njeriu synon të zotërojë, të grumbullojë, të mbledh. Do të jetë gjithmonë i pari, nuk ka dëshirë të jetë i dyti, as i fundit jo. Si të jemi të parët, por në vlera dhe jo në antivlera. Zoti e thot bukur në Kur'an, kush shpëton nga lakmia ka shpëtuar në të vërtetë. Dhe Ramazani, nëse do të themi që është një nga shpëtuesit më të bukur të njeriu nga lakmia, si e tregojmë këto se nga e kuptojmë këtë. Profeti Alayhis salam ishte njeriu më bujar, por kur ishte Ramazani, ishte edhe më bujari që mund të imagjinohet. Muslimani në përgjithësi është orientuar që të japi. Është e kundërta lakmis. Lakmia do thotë mbajsh. Në Ramazan të japësh shpërblimi shumë i madh. Ku e tregohet kjo? Në shtrimin e iftarit. Ku shtron një iftar për një njeri tjetër, e merr shpërblimin e agjërimit të tij. Ku tregohet kjo? Tek zekati i fitrit, ai që jepet në fund Ramazanit. Domethënë muslimani është i obliguar që pjesë e programit të tij të agjërimit duhet t'japin, është e detyrueshme. Çdo njeri që e ka mundësinë duhet t'japi, nuk është si zekati që duhet plotësosh një kuotë, duhet të jetë depozituar një vit, jo, këtu e ke për obligim, nëse ti ke çfarë ke për Bajram, duhet të ushqesh një të varfër patjetër. Ka së paku një vakt ushqimi mund ta grumbullosh për një të varfër. Po, një vakt ushqimi për të varfrit. Pra, domethënë Islami nëpërmjet agjërimit tregon edhe nëpërmjet etjes dhe uris, të tregon se njeriu mund të jetojë edhe pa ngrënë. Njeriu mund të jetojë edhe pa pirë. Mos u bë lakmimtar. Mos u bëj kaq i babzitur. Or jetohet edhe e rëndësishme nderi. E rëndësishme është që ti mos t'jesh jo kontrollues i burimit se si fiton. Për këtë arsye, domethënë, asnjëherë nuk është se ka pas alergji Islami ndaj të pasurit, po mënyra se si pasurohesh, burimi i fitimit, mënyra se si e shpenzon. Lakmia e keqe mund të themi është ajo kur ti synon të marrësh atë që nuk është e jotja, që është e tjetrit, në rrugë të ndaluara, pra mund të themi se korrupsioni është një prej treguzëve të lakmisë. Pra ideja kush është, domethënë Islami ka gjetur një rrugë për ta luftuar lakmin, që është t'japësh. E kundërta, ta luftosh me të kundërtën. Si puna njeriu që i themi ne, në njëri që ka vezvese, nga këto që janë fiksuar, ke pastrimi, kështu çfarë i themi ne? Boje vetëm një herë. Ti nuk duhet ta bësh abdesin nga 3 herë, po pse? Ta luftojmë me të kundërtën. Me të kundërtën.
Islami e ka luftuar, domethënë, këtë lakmin me nxitjen që i ka bërë besimtarit dhe besimtarës që t'japi vazhdimisht. Po sidomos në Ramazan. Ne duhet t'japim vazhdimisht. Është një nga shtyllat e Islamit. Zoti i madh kur njeriu jep e ruan nga e keqja, nga vdekja e keqe, Zoti shëron smurët kur njeriu jep lëmosh, do të jetë ditën e Kiametit në hijen e sadakas tij, e ruhet nga dënimi i varrit, dhe Zoti i madh për çdo gjë që ai jep do t'ja kompensojë shumë fishtësi në atë botë edhe në këtë botë, përveç kësaj që është e përgjithshmja, kur vjen Ramazani, këtu e kemi edhe më të theksuar atë dëshirën dhe mirësinë e bujarisë dhe dhënjes. Pra, si më thënë, agjërimi dhe Ramazani është një nga ilaçet më të mira për të shpëtuar nga vesi i lakmisë. Ndërkohë, edhe pse pasuria në Kur'an tregohet si lloj mënyre ose si lloj kurthi ku njeriu mund të mashtrohet dhe vazhdimisht vendoset alarmi për të ditur pse e ke pasurinë, nga 10 të përgëzuarit me xhenet, së paku 6 janë tregtar. Janë biznesmen, janë milioner. Milioner ose miliarder me terma të sotit. Miliarder. Po ndërkohë, ata kanë qenë shumë të vetëdijshëm përse e kanë patur atë pasuri. Pra, si të ruhemi këtu nga shkujdesja, nga gafleti me cilën e nisën raport me pasurinë. Shpesh na kapa e gara për të grumbulluar sa më tepër, për të shtuar sa më tepër, por në fund nuk e dim pse. Ka dy përgjigje. Përgjigjja e thjeshtë, pasuria nuk duhet të jetë në zemër, pra nuk duhet të jetë synim dhe qëllim në vetvete, po duhet të jetë mjet. Thot në gjuhën islame, do të thonë ta kesh paran tek dora, mos ta kesh paran tek zemra. Mos të bëhet ankth tashmë, edhe pse vështirë është bërë në këto ditë, po duhet të shpëtojmë ankthit pasurisë. Kjo është ideja. Përgjigjja e dytë, më e detajuar, që njeriu do të jetë koshient se nuk është ajo që ty të bën të përjetshëm, nuk është ajo që ty të ngren apo të çon tek Zoti. Mënyra se si e fiton dhe mënyra se si e menaxhon, dhe mënyra se si e shpenzon, dhe mënyra se si, domethënë, e trajton është ajo që ty të çon tek Zoti. Po, domethënë, thjesht duhet zgjuar vetdia e njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm se ke Zoti nuk ka vlerë paraja për të ngrit apo për të ul nga syni i Zotit, për nga shikimi i Zotit. Për këtë arsye, në surën El-Fajr, çfarë tha i madhi Zot? Tha Zoti i madh xhel xhelaluhu, e nëse njeriu Zoti i jep nga të mirat e kësaj bote, thotë më ka parë Zoti. E nëse Zoti ja shtrëngon, thotë jo, Zoti s'm ka pa, pra Zoti nuk. Tha Zoti, jo, nuk është kjo që ti të kuptosh të ka pa Zoti apo jo, të do Zoti apo jo. A kujdeseni për jetimin? A i jepni të varfrit? A jeni në ndihmë të atij që ka nevojë? Këtu tregohet se të ka pa Zoti apo jo. Dhe nuk tregohet se të ka parë Zoti apo pa me kuptimin, po tregon Zoti kujdes ndaj teje apo jo, se të ka dhënë apo nuk të ka dhënë. Ndërkohë, flasim për sinqeritetin. Shpesh sinqeriteti është boshti, është thelbi i gjithçkaje. Në këtë kohë është vështirë për të ruajtur sinqeriteti edhe në botën e rrjeteve sociale. Ju e dini shumë mirë këtë pjesë, pasi aty jeni dhe kampion në shpërndarjen e mesazheve pozitive çdo ditë, po ka një kurth, besoj, që është kurthi i vështirësisë për të qenë sinqert dhe për të qenë sekret me Zotin. Pra një marrëdhënie ekskluzive vetëm mes personit dhe robit. Si ta kultivojmë në këtë muaj sinqeritetin? Sinqeriteti është baza në çdo gjë. Adhurimi, po nuk pati sinqeritetin, është si një kufom. Si një ka trup, po nuk ka shpirt, nuk ka jetë. Kufom, bravo. Kufoma, sa do e bukur që me qenë është kufom, sa do madhështore me qenë, duhet me e varros diku, sepse qelb vendin. Edhe njeriu, nëse nuk ka sinqeritetin, nëse nuk ka çeltërsinë me atë që e ka krijuar, me Zotin që e ka sjellë në këtë botë, për këtë arsye, domethënë, sinqeriteti përmendet kudo. Për këtë arsye Zoti tha në Kur'an, të gjithë profetët kanë urdhëruar që raportet me Zotin duhet të jenë sinqerta. Si ndikon agjërimi? Agjërimi, se e tha vetë Zoti në hadithin kutsi, tha, çdo gjë që e bën njeriu ka hapësira dhe ai mund ta di se si do të jetë shpërblimi i tij. Përveç agjërimit, pastaj shtoi Zoti dhe tha, njeriu lën gjithçka për hatrin tim. Për këtë arsye kam pas thënë, agjërimi është adhurimi i sinqeritetit. Pse? Sepse njeriu ka rastin më të mirë mos të marrë agjërim, po të duket sikur mban agjërim. Kush do ta di se dikush prej nesh, kur shkon në shtëpinë e tij, nuk kanë dhe nuk pin. S'ka mundësi me e ditë askush.
dhe ti kur del jashtë del sikur ti je agjëruesen. Mirë, po në momentin që ti agjëron në të vërtetë, kjo tregon një raport shumë të fortë me Zotin dhe një raport shumë të çiltër dhe sinqert me Zotin. Mirë, po çfarë ka interesante, se ti po pyetja është si ndikon në sinqeritetin në përgjithësi, jo vetëm në agjërim. Një njeri i cili e ushtron veten e tij me këtë lloj sinqeriteti 12 orësh, 15 orësh, 18 orësh për 30 ditë radhazi, ti je i sigurt se gjurma e këtij sinqeriteti do ta shoqërojë njeriu sa të jetë me shpresë e Zotit minimalisht edhe një vit. Pa do të ndikojë tek njeriu edhe një vit. Minimalja do ta mbajë njeriu për një vit, për këtë arsye vjen, si më thënë, Ramazani tjetër për të marrë atë dozën e dytë, vjen Ramazani tjetër për të marrë dozën e tretë, ose kemi agjërimet nafile dhe themi këto agjërimet që bëhen mas Ramazanit, agjërimet synet vullnetare, të cilat faktikisht e mbajnë njeriu ose marrin ato dozat e mira, sepse është adhurim që kërkon prej teje sinqeritet orë të tëra. Namazi me të vërtet kërkon sinqeritet, po kërkon sinqeritet prej teje 5 minuta. Zekati, sadekaja kërkon prej teje sinqeritet 10 sekonda, sa ta japësh, kurse këtu duhet të jesh ta ruajsh. Dhe efektin e ka shumë më gjatë, për këtë arsye tha Zoti, përveç agjërimit, ai është enkas i imi. Çdo gjë është enkas i Zotit. Jo, këtu është muhabet tjetër. Ka një vlerë më të veçantë. Tha, dhe unë di si shpërblejt për të. Pastaj komenti, po prap Zoti flet. Tha, njeriu lën gjithçka për hatrin tim. Këtë Zoti e vlerëson shumë. Pra këtë duhet synojmë, që tjetë për hatër Zotit, jo thjesht për atmosferë, jo thjesht për shoqëri, jo thjesht për dobitë shëndetësore. Të gjitha këto do të jenë, por qëllimi duhet të jetë kënaqësia e Zotit. Kënaqësia e Zotit. Ndërkohë, një aspekt i rëndësishëm është që njerëzit nuk janë rahat me atë ku ndodhen, me atë që kanë, me atë që është caktuar. Ndërkohë ne dim se një prej elementeve të besimit është kaderi, caktimi i Zotit, ose ti je i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Edhe kader, po edhe ti je i kënaqur. Edhe kënaqur. Pra, një lloj pranimi, sepse ne dim që Zoti në çdo caktim ka urtësi dhe ka drejtësi. Kjo nuk do të thotë që të pranojmë padrejtësi sociale që mund të ndodhin, por në rrafshin individual. Sa na ndihmon Ramazani në këtë aspekt? Unë mendoj se kjo është gjë që ne më shumë të kemi nevojë sot. Sepse smundja e përhapur sot është krahasimi. Dhe njerëzit nuk janë kënaqur me atë që ka dhënë Zoti. Ndërkohë që ne themi, ne si musliman, themi çdo mëngjes, jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim. Është Zoti im Allahu. Jam i kënaqur me Islamin si feja ime. Jam i kënaqur me profetin Muhammed si dërguarim. Kur ti thua jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, domethënë nëse të ka lënë në këtë pozicion, nëse të ka dhënë këtë gjën, nëse të ka dhënë këto dhe të ka lënë në këtë shkallë, je i kënaqur, atë Allahu është Zoti im. Po Zoti ka dashur ti është këtu, maro historia. Pra ti duhet të kënaqesh me atë që Zoti është i kënaqur për ty. Ti ndoshta nuk e kupton urtësinë, a e pa dyshim që e ka një urtësi brenda. Nuk ka dyshim se ajo ka urtësinë brenda. Ne e kuptojmë apo nuk e kuptojmë, është problemi ynë. Pra fëmia ndoshta nuk e kupton kur e merr atë ilaçin e idhët, se ilaçi është më mirë ti. Ama kur të rritet dhe të bëhet vetë me fëmijë, do ta kuptojë që babai apo mamaja kur ja hipshin atë ilaçin e idhët, qoftë edhe me dhunë, kjo ka qenë në interes të fëmisë dhe jo në interes të prindit. Kështu që janë shumë gjëra në jetë që ne duhet kuptojmë se pozicioni që na ka falë Zoti është shumë i mirë. E para. E dyta, krahasueshmërinë. Prej krahasueshmërisë nuk shpëtojmë dot. Mirë, po Islami orientoi një lloj krahasueshmërie tjetër. Çfarë tha? Nëse bëhet fjala për fe dhe besim, shi atë që është më mirë se sa ti, më lart se sa ti. Dhe nëse bëhet fjala për punë të kësaj bote, krahasoje veten me ata që janë poshtë teje. Kështu do ndihesh më i begatuar, më i pasur, do ndihesh më i pasur nëse shef që ka dhe njerëz që janë më në vështirësi se ti. Dëshira e njeriu për të pasur dhe për të bërë të gjitha shkaqet, të çohet herët, të ndjeki kurse trajnimi, të riskojë duke provuar, nuk ka asnjë problemi këtu. Gjithë problemi është kur njeriu nuk bën shkaqet dhe turfullon nga brenda ti pse ka X apo pse ka Y. Sepse dëshira e njeriu për të pasur nuk është e urryer në Islam. Nuk ka asnjë problem, or duhet të kemë më mirë, nuk ka asnjë problem. Por kur ti nuk je i kënaqur dhe shkon për shkak të paaftësisë tënde
të duket vetë shumë pak se dikush ka ecë shumë, ky është problemi për cilin ne po flasim. Pra, mos krahasosh veten tënde në punë e Zotit me ata që janë poshtë teje, e ta krahasosh veten tënde me ata që janë në mirësitë e kësaj bote, me ata që janë poshtë teje. Domethënë të shohësh atë që është poshtë teje. Domethënë dhe këtu njeriu kupton se jeta i ka të gjitha, dikush është më lart, dikush është më poshtë. Allahu faddalakum ba'dakum ala ba'd. Allahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, shi sa bukur. Thot Allahu është ai i cili ju ka bërë juve të dallueshëm dhe në shkallë të ndryshme në furnizim. Pra është Zoti i cili e ka bërë këtë gjë. Pra një njeri i cili e beson këtë ajet kuranor, nuk ka pse të turfulloj, nuk ka pse të ketë zili, nuk ka pse të ketë smir, pse dikush jeton më mirë se sa ai. Ai le të punojë më zotni. Le të punojë. Fundja bëhet fjalë vetëm për aspekte materiale, sepse në fund është gjendja shpirtërore, është pasuria, po themi e brendshme ku njeriu po themi mund t'i bëjë që t'i shijojë ne po e trajtojmë edhe më ndryshe. Për lëndoren, ndërsa shpirtëroren tha një ditë profeti alayhis salam i tha Ebu Dherrit, Ebu Dherr tha, a mendon tha se pasuria e vërtetë është që njeriu të ketë sa më shumë, tha po. Është standardi për të quajtur i pasur kush ka më shumë. Tha jo, tha. Pasuria e vërtetë është pasuria e shpirtit. Njëri i cili ka shpirtin të ngopur me besim, është i lumtur dhe i kënaqur me Zotin e tij, ky është më i pasur në botë. Do të jap një shembull shumë thjesht për ta ezauruar. Le të themi vendet besimtare të cilat ndoshta janë në një nivel të ulët të jetesës. Nuk kemi probleme stresi, nuk kemi probleme ankthi, nuk kemi probleme vetvrasje. Ndërkohë që shohim vende të cilat nuk kanë besimin, mirë kanë standarde shumë të larta jetese, që problemi i ankthit, problemi i stresit, problemi i depresionit, problemi i vetvrasjes është shumë prezent, domethënë. Kështu që nuk është kjo fjala e profetit alayhis salam kur tha që pasuria e vërtetë është pasuria e shpirtit. Ne drejt kësaj duhet shkojmë dhe këtë duhet kërkojmë faktikisht sepse s'ka gjë që e ngop njeriu. Si tha profeti alayhis salam, njeriu është i çuditshëm. Sikur të kishte një lugin, do të dëshironte të kishte një tjetër. Sikur të kishte dy, do të dëshironte të kishte pa. Njeriu vetëm dheu e ngop në fund fare. Po njerëzit këtë e thonë kështu me gojë, por kur vjen puna në realitet, domethënë për një pemë, për një kanal uji, për një metër tokë, e kështu me radhë. Dhe ja ku e kemi Ramazanin që jo vetëm ta themi këtë fjalë, por se edhe ta dëshmojmë, madje edhe ta përjetojmë. Hoç falenderoj shumë për këto fjalë, për këto këshilla, për këto orientime. Zoti shpërblet. Ndërmjet këtu e mbyllim takimin e sotëm, ishin të shumta pikat që do donim që diskutonin me Hoxhën, por për shkak të minutazhit do duhet ta mbyllim këtu, por ne kemi shpresë dhe jemi optimistë se ta kemi sërish Hoxhën për të diskutuar të tjera xhevaire, të tjera mirësi të këtij muaji dhe të fesë islame mbi të gjitha, duke shpresuar që të keni kaluar sa më mirë dhe Zoti t'ju ketë pranuar adhurimet e kësaj dite. Ju ftoj që të jemi sërish nesër me një tjetër temë, me një tjetër ftuar. Kalofshi sa mirë.